Atëherë, në lidhje me pjesëmarrjen apo jo Egli, më kanë ardhur shumë mesazhe, më kanë ardhur shumë SMS dhe dua të them që jam shumë i shtangur nga ato lloj reagimesh nga fansat. Dy të them që unë si Xhani nuk merrem me jetën personale, mua nuk më intereson vjen apo nuk vjen Egli, apo vjen apo ikën gjesti, dhe se çfarë bëjnë ata, rinë, ndahen, pajtohen, kjo i përket atyre dyve. Mua nuk më intereson. Mua më intereson që gjesti ishte pjesë e klubit, ishte ekskluziv te Escape Premium Club për herë të parë, më pëlqen që çdo gjë shkoi perfekt dhe më pëlqen që çdo gjë kishte adrenalinën e vet. Tani, siç ishte gjesti dhe shumë personazhe të tjerë të Big Brother do jenë të ftuar në Escape, ndërto mbase mund të jetë dhe Egli, edhe në moment që do jetë Egli mbase do jetë gjesti, e kupton? Kështu që mua këto nuk më interesojnë. Kështu që do t'ju them fansave, rini të qetë, boll me montazhe, boll me modifikime, boll me SMS sharje, boll me kërcënime, edhe boll me lodhe me to muhabete se nuk më intereson fare. Dhe nëse unë në një program tjetër kam thënë që Egli do jetë, po, është e vërtetë që kam thënë, sepse disa ditë para se gjesti vinë në koncert, unë i kam trokuar të dy bashkë ata, dhe me logjikë dhe me ide se këta do vim prapë së bashku bashkë.